Përshëndetje të gjithëve. Në episodin e tretë të CRT Secrets, ku sot do shpjegojmë një ndër pjesët e FVG-s, pra pjesët të cilat ndryshe është një sekret i FVG-s në pjesën e CRT-s, arsyeja dhe kombinimi midis ordoblokut që shumë për jush e dini shumë mirë ndërthurjen midis ordoblokut dhe FVG-s, i cili jep një kombinim ose një shtys për të pasur më shumë besim ke ai modeli entry, por ju thjesht nuk keni ditur ende pjesën e FVG-s me ordoblokut nëse bashkangjitet në të dyja pjesët, si në pjesën e poshtme të ordoblokut, gjithashtu dhe në pjesën e lartë të ordoblokut. Cili për këtyre do jetë fokusi i tregtimit të modelit e entrit dhe cili jo. Atëherë, hapja një candlestick që nga pika e hapjes, ku ndërmjet këtij boksi do keni gjithashtu dhe kompletimin dhe arsyeën e CRT-s, pse zakonisht CRT-ja në bazë të analizës tuaj ju jep vetëm 50% e targetit, ose shpeshherë ju kap stop loss mbasi targetoni 50% me stop lossin në entry dhe më pas arrini 100% e CRT-s. Vazhdojmë. Hapja e candlestick 4 orarësh, ditor, javor, çfarë doni ju, çfarë do time frame-i. Kemi pikën e hapjes, pika më e lartë, pika më e ulët, dhe deri në përfundimin e candlestick të parë. Okej. Shumica për jush direkte në këtë pikë do markoni pjesën e të rrësupit, dhe ajo që çfarë ju do prisnit më së shumtit, konfirmimi i dytë, ishte pjesa e market structure shiftit. Market structure shift, pra candlestick i parë dhe candlestick i dytë, pjesa e manipulimit dhe të rrësupit. Më pas, për gjatë candlestick të dytë, shpeshherë tregu ju jep ritestime me një FVG, modeli e entrit FVG ose breaker, çfarë ju dëshironi, dhe më pas vijon sellin përsëri. Por shpeshherë mbasi ju jep një sell ose ju jep një target për 50%, tregu reagon përsëri lart, mund të reagojë në të rrësup, mund të reagojë edhe më sipër të rrësupit, dhe më pas vijon kompletimin e 100% të CRT-s. Nuk është gabimi se ju tregtuat tek pjesa e ordoblokut, breaker blokut apo FVG-s të parë, të cilin kishit të paraqitur në këtë pikë, por pse tregu reagoi në këtë pikë? Cili ishte shkaku i tregut që reagoi duke rikthyer sellin, duke rikthyer përsëri bajin, dhe më pas vijoi deri në kompletimin e 100% të CRT-s, për më tepër dhe vazhdimsinë e trendit gjithashtu. Arsyeja është gjithmonë nëse keni të paraqitur pikën më të lartë, pra pika më e lartë të rrësup, market structure shift, dhe shpeshherë tregu reagon në breaker dhe më pas vijon sellin. Nëse keni në pikën më të lartë, keni një FVG, poshtë FVG-s ju jepet dhe një ordoblok. Okej? Dhe poshtë ordoblokut keni përsëri edhe një FVG tjetër. Kur tregu kryesisht në këto pika që mbasi krijon market structure shiftin, tregu jep një reagim të menjëhershëm midis ordoblokut dhe FVG-s poshtë. Vijon sellin dhe më pas pjesa më e rëndësishme e FVG-s ose
e këtij modeli është që tregu duhet vime patjetër të likuidojë të gjithë tregtarët e menjëhershëm, kryesisht tregtarët e ICT-s, ose support rezistencat ose charge protensat me hand and shoulder, shampo e tjera me radhë, të respektoj FVG-n si për tyre automatikisht mbasi ka prekur të gjithë stop lossat dhe i ka likuiduar, dhe më pas vijon në kompletimin e 100% të CRT-s. Arsyeja që pse kjo ndodh dhe tregu nuk mund t'japi argim të menjëhershëm dhe të kompletojë 100% e CRT-s është sepse në gjithmonë në pikat më të larta ose në pikat më të ulta të time frame-eve të mëdha, pra minimalisht daily, weekly ose monthly, kur janë të gjitha në një pikë level dhe volumi i të gjithë tregtarëve ose prirja e analizave të tyre është që të tentojnë sell në këtë rast, tregu sigurohet që të marrë likuiditetin 100% të tij dhe më pas vijon selling. Në GBBUSD kemi marrë pjesën e time frame-it të daily-t, kur në weekly dhe në monthly nga pjesa e kaluar kemi si key level një order block, i cili ka qenë edhe old high-si i kaluar. Okej? Kemi që të marrim pjesën e entry, gjithmonë duhet të tregtojmë atë që shohim dhe jo atë që ne duam të shohim, sepse shumica për jush këtë rast do merit më qenë gjithmonë order blockun këtë pikë, FVG-n e parë këtë pikë, e cila ka dhënë reagim dhe të prisni vetëm për buy, por që hyn në fuqi mësimi i episodit të dytë, rejecting low dhe breaking high, ose breaking high dhe rejecting low. Por më tepër unë thash që kemi patur një key level nga pika nga hold high si kaluar, kështu që normalisht jemi në një pikë ku nuk do vazhdojmë vetëm uptrend. Okej. Këtu është mendimi ose entry juaj se ku ju do të tregtonit. Pika e parë, nëse do merrni më qenë market structure shiftin këtu dhe me bazë entry order blockun, normalisht do vijonit akoma dhe për më shumë sell, sepse konfirmimi juaj është që tani nisi downtrendi. E njëjta gjë dhe nëse do tregtonit me support rezistenca këtë pip, prapë do merrit më qenë pikën e supportit për të vazhduar përsëri target i lartë, ku më pas janë likuiduar. Pika order blockut, ku tashmë kanë dhe bossin e tyre të framshëm, thyrën e strukturës. Entry juaj ku do ishte në këtë rast? Mund ta marrni pauzë videon, të mendoni se ku do tregtonit, edhe më pas të shikojmë rezultatin. Ajo që unë mendoj që ju do bëni të gjithë, ose shumica juaj, do ishte pjesa order blockut, FVG-ja e parë mbasi keni patur thyrën e strukturës, e të tjera me radhë. Okej, tregtarët e order blockut në këto momente mund të kenë shpërtuar për stop lossit herën e parë, por herën e dytë nuk i rezulton e tillë. Cila ishte skema që tregova pak më lart? Ishte pjesa ku nëse përgjatë një order blocku kemi FVG ose zonat të tjera si në këtë rast që kishin pjesën order blockut ose FVG-n këtu, gjithmonë tregu do i kthehet me patjetër që të retestoj FVG-n e parë fare si për ti, ku në këtë rast FVG-ja e parë në është bashkangjitur dhe me order blockun, FVG dhe order block. Ose ndryshe modeli
modeli 1 i CRT-s. Pra, ritestimi i menjëhershëm gjithmonë i tregut në zona ku të gjithë presin pjesën e sellit, gjithmonë do vi tregu dhe do i likuidojmë patjetër. Gjithmonë nëse u paraqitet kjo lloj strukture ose ky skenar i tregut ku të keni ordoblok FVG dhe sipër ordoblokut keni FVG tjetër ku në këtë rast na është bashkangjitur dhe me ordoblok, por kryesisht edhe në kur tregu është në mes të tregu është në mes të range-it ose në mes të zonës ku mund të kemi vetëm një FVG, nuk është pika më e lartë. Prap tregu do vi të ritestoj FVG-n dhe më pas do japi drejtimin e volumit të tij nga i ka nisur. Kështu që në këtë rast, përsëri shumica për ju është domenit për markës traktor shift. Kemi thyrjen e strukturës. Okej, keni tërësupin ose tërësup fake në këtë rast. Keni ordoblokun me FVG-n për model entry. Gjëra që këto janë totalisht gabim nga koncepti se si ICT-t ose të famshmit ICT-s ju kanë treguar pjesën e tregut. Sepse tregu bazoheshe gjithmonë në bazë të rejecting low dhe breaking high. Pika 2 ose pika e parë është gjithmonë trendi dhe ke level se sa ke level i sakt dhe i fort është, ku ke levelcat si old high dhe old low janë gjithmonë ke levelcat të cilet ka potencialin më të lartë që të lëvizin tregun më shumë se sa ke levelat e tjerë. Ku në këtë pikë kemi order block si ke level dhe si normalisht direkt për model entry, kemi CRT high, CRT low, por duke marrë parasysh pjesën e trendit dhe ke levelin të cili i kishim në weekly, normalisht tentojmë të jemi hold deri në drawn liquidity, deri në pikën e likuiditetit. Arsyeja që pse do jetë pika e likuiditetit këtu dhe pse do jetë ende dhe më poshtë është për faktin sepse çfarë kemi në këtë pikën më tut. Kemi order block FVG, retestimi më njëhershëm price action ose nuk e di se çfarë strategji mund të jetë ngjashme. Më pas kemi pat përsëri një retestim i cili nuk ka arritur ta marrë likuiditetin ashtu siç duhet. Dhe çfarë do të bëj tregu? Normalisht që do t'i likuidoj dhe targeti i radhës ose targeti i mundshëm gjithmonë duke parë edhe mbasi të shohim tregun atëherë të tregtoj është pjesa e FVG-s me pjesa e FVG-s poshtë order blockut. Pra, kjo është një zonë e cila ka qenë një FVG e pari testuar në këtë pikë dhe duhet vim me patjetër të likuidoj të gjithë trendin fake për gjatë kohës që i ka krijuar. Okej, kellevsi i daily-t, modeli entry-t me CRT high dhe CRT low dhe targeti për të vazhduar akoma dhe më shumë. Tu është tregu momentalisht dhe presim ende që GBB-ja, ERA gjithashtu të vijojnë sellin e tyre. Backtestet të tilla ose modelet të tilla keni gjithmonë dhe pafund që pse tregu i krijon këto reagime. Rasti tjetër, ku në chart thjesht hidhni një sym pas kësaj njohërie dhe shikoni me patjetër pafund FVG
të sakta. Okej, thyrja e strukturës. Shumica për jush marrë extractor shift dhe normalisht stop loss. Ndërkohë që çfarë tham pak më përpara, tham që gjithmonë peshqit do likuidohen për gjatë këtyre FVG-ve të arta që tregu na paraqet. Okej. Gjithmonë fokusi juaj do t'jetë në ato FVG-t të cilat tregu sapo i krijon, vjen ritestimi me njëhershëm dhe tregu vazhdon dhe vijon direkte përballë. Gjithmonë ai është grepi se si të krijohet liquidity pool më qartë dhe më saktë. Në njëjtë rast si në këtë pikë, krijimi i FVG-s, ritestimi me njëhershëm, vjen i likuidon, ritestimi ke order bloku model 1 dhe rejecting high dhe breaking low. E njëjta situatë është gjithmonë. Pika këtu të rësup, retestim një herë, 2 herë, 3 herë në FVG në zonë likuiditimi, dhe kjo është më patjetër zonë SMT, që tregu nuk ka arritur të kryej thyre në GBB, por që në euro është e garantuar. Nëse doni mund të hiqni një sy, keni edhe datën. Data midis datës 19 dhe 20. Dhe më pas pjesa se si tregu vazhdon continuation e tij me anë të rrosupit dhe ke levelsave të sakt midis FVG-s dhe order blokut. Pra, gjithçka që e duhet është që nëse shikoni setupet të këtij modeli ku keni FVG me order blok dhe poshtë order blokut keni edhe FVG tjetër, ju tashmë dini se cili prej atyre do likuidohen dhe cili prej tyre do respektoj zonën dhe më pas për të patur targetin. Por gjithmonë do të keni parasysh që mos të tentoni të dilni si artist kundra në bazë të trendit. Nëse në higher time frame keni konfirmim selli në bazë të key levelsave ose në bazë të trendit që çfarë keni, atëherë mos e gënjeni nga time framet e vogla, sepse do përfundoni shpeshherë si këto market structure shiftet fake, të cilët ju japin reagimit me njëhershëm dhe më pas likuidohen këtu lart. Ky pra ishte episodi 3. Studioni si sekretin e CRT-s këtë pjesë dhe më pas më thoni se sa shumë ju kanë ndihmuar ky emërtim i CRT-s. Dhe deri atëherë shihemi në episodin e radhës. Një fundjavë të bukur.